Cila është arsyeja? Naim Urseli kërkon gjykatës dua të takoj Bexhet Pacollin. Naim Urseli porosit si dyshuar i vrasjes së Liridona Demajt në 29 nëntor 2023 ka kërkuar të takoj fëmijët dhe biznesmenin Bexhet Pacollin. Për këto kërkesa, Urseli ka thënë nga gjykata se janë në pritje nga autoritetet suedeze lidhur me fëmijët, ndërsa komunikimi me Pacollin si lejohet. Nuk dihet ende arsyeja pse Urseli kërkon të takohet me Pacollin, por kujtojmë se ai ka qenë këshilltar gjatë kohës që Pacolli ishte ministër i punëve të jashtme në vitin 2017. Kemi kontaktuar me autoritetet suedeze janë në pritje të përgjigjes së tyre, ndërsa për kërkesën që keni bërë për të komunikuar me Bexhet Pacollin, ajo është kërkesë që nuk lejohet sepse hyn në kategorinë e personave që nuk e lejon ligji, i është thënë nga gjykata. Për vrasjen e Liridona Demajt, po akuzojnë 3 persona, bashkëshorti i 30 vjeçares Naim Urseli, Granit Plana dhe Kushtrim Kokalla.